Deklarata më e freskët e kryeministrit në detyrë Kurti është që kërkon më shumë se 500.000 vota. Ju e përmendët demokracinë. Çfarë do të thotë kjo për demokracinë e Kosovës dhe në fakt a e kupton qytetari i thjesht kur fillon procedura e zhbërjes së një demokracie apo jemi futur në drejtim dhe askush nuk po kupton asgjë? Me thotë e drejtën, kjo pyetja juaj është thelbi edhe pse jemi këto zgjedhje. Nëse dikush në fillim të vitit të kaluar i mori mbi 21-22%, 48 deputet. Në shkurt. Në shkurt. Në dhjetor i mori 57 deputet. Dhe tash kërkon 500.000 vota, 60%. Kjo është e frikshme. Nuk ndodh në asnjë vend botës demokratik që dikush i cili ka 51%, i cili nuk ka vullnet me qeverisë, kërkon pushtet edhe më shumë, absolut, për ta vendosur në kontroll çdo gjë. Kjo është e frikshme. Nuk ndodh në asnjë vend normal të botës që kryeministri kërkon një pushtet të tillë absolut. Ne kemi jetuar në këtë vend në sisteme politik ku një parti ka qenë në udhëheqje të vendit. Prandaj këto zgjedhje janë zgjedhjet më historike që mbahen ndonjëherë në historitë e Kosovës, se 7 qershori është dita ku mbrohet demokracia. Ajo se çfarë ka ndodhur me 27 dhe me 28 prill, ku ne kishëm një përpjekje për puç kushtetues, se po të hynte në rundën e dytë të votimit, zgjedhja e presidentit me 61 deputet që ishte shkelje kushtetuese, nuk do të ishte një shkelje zakonshme, do të përmbysej rendi kushtetues. Dhe unë kam një bindje të plot që zoti Kurti po dëshiron me çu vendin e zgjedhjes, sa ai po don me përmbys këtë rend kushtetues, po dëshiron me pas një kushtetutë të re. Sistemet politike, sikur se thatë ju, nuk janë të garantuara. Mund të jesh demokraci dhe mund të zgjohesh nesër në mëngjes si autokraci. Prandaj edhe vota e qytetarëve në këtë zgjedhje e ka një peshë historike, sikur se asnjë palë zgjedhje. Natyrisht mas zgjedhjeve ne do të angazhohemi që ta reformojmë ekonominë, arsimin, shëndetësinë, ta çojmë izolimin ndërkombëtar, ta rikthejmë vendin në binar të stabilitetit dhe të partneritetit me amerikanët, të marrëmi statusin e kandidatit nga Bashkimi Evropian. Të gjitha këto janë të rëndësishme, po këto nuk mujnë me ndodhë për pa ndodhë ndryshimi i brendshëm politik.